Kemi parë shumë postime në Instagram nga artistët shqiptar dhe personazhet e njohur për festën e pavarësisë, por si ky i Genta Ismailit, vërtet që nuk na kishte zënë syrin. Këngëtarja bukuroshe shfaqet me një kostum popullor në një pamje triumfuese, ndërkohë që flamurin me shqiponjën dy krenare e ka pas krave. Më shumë se fest pavarësie duket si festa e Gentës, e cila ka pozuar si heroina e ditës. Pas dy postimeve për festën e pavarësisë, Albana vendos të bëjë një selfie me një unazë të veçantë që në anglisht do të thotë pushim. U fikën fare, shkruan ajo, ndërkohë që unaza nuk kupton diçka tjetër. Ndaje mendjen Albana, ose pushim ose fikje. Postimi i Blendi Fevziut për festën e pavarësisë nisi me një foto të thjeshtë përkujtimore e përfundoi si një leksion historie. Ai publikoi një foto të përvjetorit të parë të ngritjes së flamurit, të realizuar më 28 nëntor 1913. Menjëherë, gjenitë e Instagramit vërshuan lum, duke nxituar të korrigjonin vitin në 1912. Por nuk e kishin lexuar mirë fjalën përvjetor në mbishkrim dhe gabuan paksa. Sot, Albani dhe Miriami janë zgjuar të buzëqeshur. Ata i kanë kushtuar një dedikim të veçantë jo vetëm për ditën e pavarësisë së Shqipërisë, por edhe për vogëlushen Ameli, e cila mbushi sot 1 vjeç, shoqëruar me këtë foto të familjes.